Kurani disa herë urdhëron besimtarët le t'i mbështeten Zotit nëse vërtet besojnë. S'mundesh me pas iman e mos e pas të plot, e mos e pas tawakkul. Mos e pas mbështetje. Se jeta i jep këtë lloj të emocioneve, këtë lloj të presioneve. Kur mungon mbështetja te Zoti, tawakkuli, pas që ka thonë pejgamberi që është baza kësaj teme, alayhi salatu wassalam. Me bom ju, me pas tawakkulin e zogut, si shembull po marr, si zogu, që del, fluturon në mëngjes, bark zbrast, e kthehet bark ngopur. E kishit kuptu gjithmonë se zemra s'ka vend për mjetin, për shkakun, po veç për shkaktarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Me emrin e Allahut të fillojmë prej tij fali dhe ndihmë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla shanuhu që të na falë mëkatet e shpirtit, po dhe veprave tona. Të dashur vëllezër, besimtarë, të nderuara motra, shumë i nderuar imam, shumë i nderuar hafiz që na privën namaz, shumë dashur xhamat përgjithsisht, disa që i njoh dhe të tjerë që nuk i njoh, por që të gjithëve nga zemra ju falenderoj secilin për jush veç e veç për pjesëmarrjen sonte në këtë ligjërat. Është dëshirë e gjithëve edhe gëzim i madh kur ndëgjojmë myzhin që na dha hoxha, që një xhami sapo është bërë pjesë e xhamatit musliman në një qytet tjetër këtu afër. Edhe dua të marr shkas që të lidh pak me këtë çështje, duke lutur Allahun xhalla shanuhu edhe t'i falem atij me nder për gjitha të mirat që i madhi Zot ka falë para nesh, që s'po dim as me i numrua, për një i tjetrin që kështu e kemi për krah nesh, por edhe për dashnin që i madhi Zot ka falë midis nesh, dhe falë asaj dashnie për hatrin për Zotin, dhe për një i tjetrin për hatër të Zotit, arrin këto punë të mëdha. Zoti ju shpërblet që të gjithë. E dinim pse është e rëndësishme një xhami? Se Islami thret te Allahu. Edhe Islami ka një ndërtesë, ku këtë ftesë e materializon. E ajo ndërtesë quhet Bejtullah. Aty ku përmendet emri i Zotit, edhe porosit që vinë prej Zotit. Bujutun edhin Allahu en turfa wa yudhkara fihi ismu. Bejtullah i thënë shtëpia e Zotit. Gjithë ne që ftojmë të Zoti, xhalla shanuhu, si e kuptojmë xhamin? Fjala xhamin i bjen vend tubim, po për çka të bohemi? Të bohemi veç për t'i kujtuar një i tjetrin Zotin. Edhe populli thotë shumë bukur edhe thjesht, që menen të Zoti. Dhe njerëz kur dojnë me nderu Zotin, ndërtojnë shtëpi që janë dedikuara veç emrit tij, i thojnë Bejtullah, shtëpia e Zotit. Në hadith sahih nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, thuhet se ai që ndërton bejten min bujutillah, ai që një xhami, e përmend bejt, një shtëpi prej shtëpive të Zotit, kush ndërton, Zoti për të në xhennet ndërton shtëpi. E ata lumë që kanë qenë pjesëmarrës. E dini pse vëllezër? Sepse Islami si rrugë, si udhëzim ngrihet mbi libër.
që quajmë Kur'an. Edhe ky libër ka nevojë për vend kur e citohet dhe mësohet. Çka bëjmë në xhamitë tonë? Nuk ka vend që ne kuptojmë diçka nga Kur'ani, e kujtojmë emrin e Zotit, porosit që vinë për janë e Zotit veç përse përmes Kur'anit. E është materializu ideja. Ka libër që recitohet, ka vend. Dhe vendet më të dashura të Allahut janë ato vende ku njerëzit recitojnë fjalën e tina edhe mësojnë kuptimin e fjalës së tij. Dhe s'ka pozitë më të çmuar kur robi është më afër Zotit dhe pse duket më larg qiellit se sa pozita kur është në seste. Prandaj edhe emri tjetër i xhamive është mesxhid, vend sejdje. E Zoti e shpërblet secilin prej jush. Të dashur vëllezër. Ky libër që ka nevojë për xhami, e që i thojnë Bejtullah edhe thirrë të Allahu, dhe çdo ezan që thirret nga këto xhami, s'ka ezan që thirr veç për interesin tënd, sikur ezani. S'ka ezan që thirr veç për interesin tënd, sikur ezani. Dhe ja nis me emrin e Zotit Allah. Dhe në mes të saj, hayya ala salah, hayya ala falah, eja në namaz, eja në shpëtim. Se këtu lexohet Kur'ani. Ashtu të drejtuar ka qabja me trupa, përka një i tjetrit varg në rreshta, me zemër të kthyer veç ka Zoti. Ne u disim pas një imami që na prin me Kur'an. Dhe në çdo rekat ai fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, me surën Fatiha apo me hyrjen, pjesën hyrëse të Kur'anit. Në këtë surë është mbështjell tër kuptimi i përgjithshëm i Kur'anit. Sepse i gjithë Kur'an nuk bën tjetër veç se na njofton me Zotin. Na njofton me rrugën e Zotit. Dhe na njofton me njerëzit në rrugë ose jashtë rrugës së Zotit. Se çfarë gjendje kanë dhe do të kenë. Dhe këto i kijen në Kur'an fillim. Dhe në mes tyre është një fjalë, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, veç ty o Zot të adhurojmë, dhe veç prej teje o Zot ndihmë kërkojmë. Edhe dietarët kanë thënë se disa prej tyre përmendim në Qayyim el-Jauziyja, që thot mund të ndajmë fenë në dy pjesë. Në ibadet dhe istiane. Ibadeti lidhet me kthimin të Zotit, me inabetin që i thojnë. Me teuben, me kthimin e vullnetshëm. Tonë kthehemi të Zoti si detyrë, si procesi jete. Kush lindë dhe vdes. S'ka shku shumë kohë që sishim, por tash jemi e vetën se krijuar. Ai që e zotron jetën edhe vdekjen, smundjen dhe ilaçin, i themi Zot. Prandaj edhe adhurojmë. E adhurimi i bjen kthim të Zotit. Si në jetë, si në fjalë, si në vepër, si në hal, në gjendjen tonë përbrendshme, njëri me ka një kthim të Zotit. Edhe takvaja nuk ka kuptim tjetër veç se mi vu Zotin ballë vëmendjes. Qovë kur kemi motive frike, qovë kur kemi motive dashnie, qovë kur kemi motive shprese e levërdije. Të dashur vëllezër,
Ibadetin këtë kuptim të inabetit këthimit, fillimi mund me qenë dhe keqardhje për çka ka kaluar, pse s'kam kry, se ne zvim namaz me falë, veç për të falë namazët, veç për të falë mëkatet. Se çfarë bën fëmia jonë që s'ka mëkate? Ne vim për të falë namaz, për të kthyn vetvete, forcën edhe vullnetin, që prej askëti mësimi që marrin këtu me vepru jashtë. E i falemi Zotit për bekim, në na beku shpirtin. A keni harruar lutjen e pejgamberit kur delte për xhami, kërkonte që Zoti më i dhanë dritë, gjithçka, çdo pjesë trupit tina. Imani është dritë. Çka bën drita? Kurani është dritë, sepse të bën me pa realitetin. E në kohë këthimit e Zotit, ka i herë fillimi i saj si keqardhje për kohën që këtë ka kaluar, e koha nuk është që shtojnë njerëzit veç para. Koha është dhe tjetë, vëllezër. Po zbesuat lexoni surën Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën njeriu është në humbje. S'ka dallim besimtarëve për pa besimtarit. Se në koft jeta jonë, ymri jonë, koha është në humbje, në harxhim. Dhe prej saj bashkë kurkush, as njoni hiq, zbën për jashtim. Veç dallimi mes besimtarit dhe vepërmirit, prej pa besimtarit dhe indiferentit në veprat mira, është se i pari e deponon kohën, qëtë kohë që kemi, financon tonë veprat mira, edhe kjo shumë fishohet, kurse i dyti e harxhon. Të dashur vëllezër, më zëshmja këtij kësaj është të kuptojmë se në kohë fillimi keqardhje për çështjen e ibadetit, ku kthehet njëri në rrugë të Zotit, fundi i inabet është harrimi. E harron fare kohën e xahiljetit. Si bjen mall për ta kurr. E kanë rrugën, e keqen rrugë drejt. Edhe si bjen mall për të. E nuk është vetëm keqardhje, po edhe harrim. Se ki fitu rutinë të re. Hajri është bo adet, si kur sherri për dikon ka mujtë me qenë adet. Tash kalojmë të pjesa tjetër thelbësore, po ishte nevojshme të lidhemi me të. Po çka është? Iyyake na'budu, ty të adhurojmë. Wa iyyake nesta'in, dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Më tregoni vllazën. Qysh e adhuroni Zotin të mbështet taj? Qysh e adhuroni Zotin të kërku ndihmë prej tina? Qysh ndihmoheni ju në jetën e juaj me Zotin? Për me adhuru Zotin pidi, qohi fali, agjeroni, shkoni në haxh, jepni sadaka. Po që dytën a keni menu në herë, qysh e keni adhuru Zotin, qysh e keni plotësu që deklarat në çdo namaz që e thoni. Iyyake nesta'in, me ty ndihmohemi. Kallëzëm një qysh ndihmoheni ju në çdo ditë. Ndryshe pe dikujt që s'beson. Edhe ai keq ka ki ti, i ka prej Zotit sikur ti. Po këtu ka thot diçka vullnetare që ti bën ata tjerë të zbojnë, cila është ajo punë. A dini me më kallëzu? Nëse s'dini, i bjen që halasi ke morë vesh Fatihan. As në aqë ju. Jeni anë që të vend, nga vend të juaja për çfarë? Veç pasuri për çtu. Nuk ka në sebeb tjetër, se babe, nanë, si keni pastu. As gjyshe, as tokën, jemi arë me grumbullu pasuri, nuk është kur gjë keqe.
shumë e mirë. Pse depresioni? Pse stresi? Pse smundjet shpirtërore? E nevojë për neurolog e rukje ku ta di une që po dëgjoj. Pse? Veç se që kjo e dyta nuk është as e kuptuar e as e vepruar në jetën tu. El-isti'ana. Qysh ndihmohet besimtari me Zotin ndryshe për ati që s'beson. Se me shën e ka falë Zotin me durë me kam sikur tjerë, edhe tjerë pa besim ndihmohen me Zotin. Po kush që e shpirtërorja që e bën besimtarin me qenë ndihmuar me Zotin. Nuk ka emër tjetër veç se tewakkul, mbështetje te Zoti. Si del prej dere me sabah, masi quhet në sabah, pejgamberi alayhi salatu wassalam e thonte Elhamdulillahi alladhi ahyani, i falem me ndersh Zotit që më ngjalli, me dha jetë gjallëni, si delte prej dere, thëjke tawakkaltu ala Allah. Shtetem të Zoti. Kurani disa herë urdhron besimtarët, le t'i mbështeten Zotit nëse vërtet besojnë. S'mundesh me pas iman, e mos e pas të plot, e mos e pas tawakkul. Mos e pas mbështetje. Se jeta jetë i jep këtë lloj të emocioneve, këtë lloj të presioneve. Kur më mundon mbështetja të Zoti, tawakkuli, pas që ka thonë pejgamberi që është baza kësaj teme, alayhi salatu wassalam. Me bom ju, me pas tawakkulin e zogut, si shembull po marr, si zogu, që del, fluturon në mëngjes, bark zbrast, e kthehet bark ngopur. E kishit kuptu gjithmonë se zemra s'ka vend për mjetin, për shkakun, po veç për shkaktarin. Zemra nuk pranon ujin. Zemra merr përthith veç vlerën e ujit. Trupi ka nevojë për ta. Zemra nuk pranon bukën, nuk shkon buka në zemër. As kurbani juaj nuk më rrin të Zoti. As gjaku, as mishi. Është veç dedikimi takvaja juaj. Andaj është thelbësore, gjysma e fesë, me kuptu se në zemër, në shpirt, jo në mendje, se e qujnë, tawakkul në qujnë punë të shpirtit, të zemrës, as të mendjes jo, se mendja merret me dijen. Unë nuk thëmë e di hoxhën, thëmë e një hoxhën. Pse e një nuk e di? Se me ditë është me lexu ose më kallëzu për to, dijet sigurt. Po kur e një kam eksperiencë, kam personale me ta. Kam intimitet. E çdo besimtar, bile edhe pa besimtar, ka që ka me kallëzu për Zotin. Edhe shpesh herë kur është ngusht mbështetet te Zoti. A di çka mbështet për një herë e një rast, merr njani shumë i lëndum. E kishin mlu dertën, besimtar i mirë. Edhe unë isha mbështet për xhamie në çardak, mu afrua afër e filloj me fol. E parë që shumë i shqetësuar. Ai flet, unë se dëgjojsha. Ai prap flet se është i shqetësuar. Unë i thesha, hajde që të pështetu. Ai u afroj ke pak, po nuk u pështetke, vazhdoj ke me fol. I thonë, pështetu qëtu, pështetu për muri. Prap u afroj ke dhe pak, po rejke këthyn ka une. Dejsa dikur i thash, dëgjëm mu, më shtete shpinën për muri.
edhe u pështet asjaj, kur u pështet, u nal e u qetësu. Apo ka nevojë tash me majtë shpinën vetë? Tha jo. Që kjo është forma më e thjeshtë me të kallëzu që ka i bjen më mbështet të Zoti. Ku ma as trupi ytë s'ka pesh. As bara jote nuk peshon. Se Allahu është el wakil. Kurani e thot, Allahu ka kriju tokë e qiej, gjithçka mes tyne. Edhe ai është wakili, edhe ai është vepruesi. Dhe ju thot besimtarëve në mënyrë të drejtë për drejtë. Thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, e urdhron direkt Muhamedin në gjëra shumë të rëndësishme. Thelbësore, nuk ka ajet që flet për tauhidin, veç se në mënyrë ose një tjetër thret në tawakkul. Nuk e din njëshmërinë, nuk e njeh njëshmërinë e Zotit, kush s'ka tawakkul te Zoti. Lidhja jonë me shkaqet është sikur lidhja e fëmisë me keset ku shkojmë të shtëpia. Sa janë të vegjël e të ri, si vjen prind të shtëpia me qese, e përqafin prindin, e dojnë, si që nisin më mësu për të mirave, fillojnë i këshyrin keset e harrojnë dërusin. Qashtu bojnë dhe njerëzit. Tu rrit, tu qërodit. Merën me dhuratën dhe harrojnë dërusin. Merën me shkaqet që i qojnë depresione, gjithë këto materiale që i keni në shfrytëzim që si ka kushtena. Edhe prap ju mungon qetësia, edhe prap ju mungon rahatia. Normal. Kur kapet njëri me shkaqe që janë shumë, shka përderdhet zemra. Kur kapet me një, bëhet unike. Gjema Allahu shamla. Zoti thot ja bashkon copëzimi, se po coptohet njeri, me derte, me shpërqendrime ndryshme. Po si ta ka njët ahiretin, si ta qënë men të Zoti, e mbështet kurrizin për to, shpirtërisht po flas, gjithçka për to bëhet tjetër. Barën se mban vetë. Po menoj që menën për të Zoti, po kur flenë, që ka bën dirë të jëtë? Kush e mban? Pse pi hub ditën atëherë? E mi kuptue, po se jep, nëse imani ju, nuk në jep qëtë mësim, qëtë forcë, qëtë dije, qëtë kapje për litarin e Zotë që është dy pjesët, hablum min Allah, wa hablin min an-nas, që është litar për Zotit udhëzimi, e litar me njerëzit, thënë që është e mira shërbimi që ja bërë një tjetërit, çka kem fitu në prej besimit tonë përveç ritualeve. Shumë dashur vëllezër, kthehem te ajetet që Allahu urdhon pejgamberin e tij i thënë. Kul thua jo Muhammed, edhe mos hezito fare. Nëse baballanët tuaj, fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, bashortët ose bashortët tuaj, pasuritë e juaja, tregtia, vendbanimet, janë më dashur për ju, të një të kapër për këtu shkaqe, se Allahu, i dërgumi ti, dhe përpjekja në rrugën e këtyre, në Zotit dhe të pejgamberit, prit një thot se ju vjen për i Zotit që ka e lypni, ose që ka e mrektoni, kërcni. Nuk pranon Zoti shirk.
Gjunahu më i madh që se pranon Zoti dhe se fal është shirku. Edhe gjunahet për me këtë rast janë 3 lloje. Gjuna që e bën njëri veç mes tij dhe Zotit. Edhe bën veç me zemër. Veç me zemër. Sikur që këtë tevakkuli që na përgjat dhe bëva kisë bojë. Edhe gjuna tjerë edhe për këta nuk e di ma e falë Zotit. Se s'kemi në Kur'an diçka. Dhe kemi ithën që është gjuna veprim mes meje dhe Zotit. Po është veprim. Nuk e bëjnë e agjërim, e prish, e la mungun e namaz, kështu më radhë. Këta e falë Zotit po deshi për i tyre gjithçka për veç shirkut. Dhe i treti është gjunahun që ja bëjmë Zotit të i hinë hak tjetrit. As ta se falë Zotit. Veç të është lytë keqen me të mirë. S'ka rrugë tjetër kjo veç se për mirësimi. Dashur vëllezër, tevakkuli jonë, nëse nuk shtin në zemër se Allahu është një dhe s'ka tjetër, se Allahu është krijues, po përveç se është krijues, është edhe veprues, çfarë kuptimi ka besimi yt në kader? Se kaderi ka 2 gjëra. Me pas tevakkul para se më kry diçka, më mbështet te Zoti, e më ndihmu zemra veç me ta. Edhe e dyta me pas riza masit ndodh. Më kënaq me çka ndodh pavarësisht gjithçkaje. Elhamdulillah. Atëherë ku mbeten shkaqet, lazëm, nuk kemi veç la ilaha illallah, po kemi edhe Muhammedun Rasulullah. S'ka gajb më të madh se Allah. Mu i shihen edhe me lachet, edhe librat kur zbritin e kështu me radhë, për Allahun veç në xhennet. Ma pa dukshmja, për tani është Allah. Përshta dhe imani është besimi i thellë. Nuk ka tevakkul pa pas jeqin, pa pas bindje të thellë, dije të sigurt se Allahu është krijuesi, pastaj se Allahu është vepruesi. Si ta dimë dhe të bindemi se Allahu, sikur që është krijuesi, është edhe vepruesi, zemra zgjerohet. Mbështetja te ai bëhet e madhe. E këtyne Zoti ju bën çare. Edhe është ibadeti më i madh, bashkë sikur ibadeti i namazit dhe të tjera që e bëjmë fizikisht. Tevakkuli është çaj ibadeti që e ka edhe ibadeti të Islamit, edhe të imanit dhe i bashkën bashkë. Prandaj edhe kjo ligjëratë e sodit nuk është fakultative, nafile. Është obligative e radhës parë. Por tema është e thellë. Edhe unë s'muj bi se kam as gradën t'i vinë thellësitë të saj. Ju dhash vishë si përfaqen. Vetëm ata që e provojnë mund zhyten këtë ditë. E se cili për nesh ka gajlet, mërzit, dertet, se gjithë cili për nesh ka shkaqe të knetësis, prej andej ka të vje knetësia të vjen edhe shqetësimi. Prej bukës vje knetësia dhe shia, prej bukës vjen smundja. Prej ushqimit vjen smundja. Prej fëmijës vjen gëzimi, prej fëmijës vjen idhnimi. Burimet
e kënaqësit janë po të njëjtat burimet e shqetësimit. S'mundesh me thonë, Zot mos më i bë. Lutemi mi pas. Ibadeti ngritet mbi mirënjohjen. Thënë, e një të mirën e Zotit, se si shë jam, e vetën se bona. E istianja, thënë, tauhidi i Zotit në ndihmim, është përmes tevekkulit, përmes mbështetjes të Zotit. Mu pështet për to. Shpirti mu pështet si kur trupi. Si kur trupi që ka pasqyre që shë vetën, shpirti ka Kur'anin pasqyre. E kjo pasqyre shpirtit thot se tevekkuli është e vetmja. E vetmja gjanë që e mban kurrizin drejt të pathyre. Andaj edhe dua të përfundoj me një ajet që është më përmbledh si vlerave kuranore, që imamet tonë të nderuar, Zoti është shpërblet, sepse dietarë kanë thonë, kur neve s'ja kemi kthy dietarëve, sikur fëmijët s'ja kthen prindit. Mundi i tyre gjithmonë nuk është i vlerësuar sa duhet. Gjithmonë. Tha çdo herë në xhuma na thonin dhe ne për cilin për tyre ajetin më përmbledhës në Kur'an, që thot, një men Allahu urdhron për drejtësi, Allahu urdhron për mirësi, Allahu urdhron për ndarje me ata që kemi në afërsi, qofshin familjar, miq apo shoqëri, dhe ndalon nga kundërvlerat e këtyre. Elusim Allahun xhalla shanuhu që të smuret mesin ton të shëroj. Ata që janë me barët lënduar, Zotit ju ndihmoj. Para arsit tanë në iman, Zotit im shëroj. E ne që jemi gjallë, shnoshet lirë, me veprat mira më shumë na gjallëroj, Zoti nderoj prezencën tuaj e ju bekoft shpirtin dhe familjarët. Amin.